Vërtet kënaqësi që ju kemi këtu. Aleksandër Rapi, i cili ka udhëtuar nga Greqia, për që më prezent në Tiranë disa ditë dhe që do të jetë pjesë e Cafe Express e shtëpisë tonë. Pam nga inserti. E kemi nisur në fakt duke parë telenovel. Duke parë një telenovel shumë të suksesshëm në vitin 2002-2003 në Greqi, e cila ka ngritur shumë polemika për sa i përket temës së trajtuar në atë telenovel, e cila është realizuar nga regjizori Manush Manushaqi, i cili ka zgjedhur Aleksandër Rapin si një ndër aktorë shqiptarë i cili në fillim të viteve 90 emigroi në Greqi dhe do të fillojmë ta pyesim pak më vonë. Por nëpërmjet kësaj telenovele u bëri një orë në të gjithë Greqinë, por edhe në Shqipëri, duke të parë në rolin e Agronit. Është në radhë parë do më lini kohë t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj. Është një kënaqësi për mua që gjendem në një ambient kaq rinor, kaq me ritëm, kaq pozitiv, në një ambient që më krijon për herë të parë një ndër këto kanale shqiptare që ka shumë, nga më seriozet, nga më me perspektivë, ndjem raci në shpinën time. Falenderoj Sandri në emër, më lejo të thra Sandri, në emër të gjithë stafit të Zigzag, sepse ti sa po ke ardhur direkt, le të themi, nga një set xhirimi, nga një vend xhirimi, i një filmi që shumë shpejt do të transmetohet, ne do të flasim pak më vonë, do të jetë në kineman, por sigurisht do të jetë edhe konkurrent në një festival shumë të rëndësishëm. Megjithatë, të flasim ndoshta për ato fillimet, kur ti le të themi në atë apartamentin numër 5 në mos gaboj në Lagjen Muzaka. Lagja Muzaka në Berat. Së bashku me babain tënd, bëja ato provat, merja ato mësimet e para për të arritur deri këtu. Midis emrave të aktorëve të njohur grek, lexojmë edhe emrat e aktorëve tanë shqiptar, të cilët kanë realizuar ëndrrën e tyre për të bërë karrierë në një vend të huaj. Njëri prej tyre është edhe ai Aleksandër Rapi, i cili u largua i trishtuar nga qyteti i tij 2400 vjeçar drejt tokës greke. Mrekullia e një artisti të ardhur nga Shqipëria, Aleksandër Rapi është padyshim shembulli i njeriut i cili mbërriti në skenat greke duke realizuar ëndrrën e tij më të madhe. Ai shkoi në Greqi ashtu si dhe qindra mijëra emigrantë të tjerë, por në ndryshim nga të tjerët, për asnjë çast nuk pushoi së punuari për të realizuar këtë ëndër të tij të çmendur, që të interpretonte në një skenë greke. Protagonist në një sër shfaqjesh teatrore, por edhe interpretimet e tij në seriale televiziv grek e kanë renditur atë në kuadrin e artistëve më të dashur për publikun grek. Aleksandri është padyshim shembulli i njeriut që megjithse nuk e dinte as gjuhën greke dhe punonte në punë të rënda fizike, për asnjë moment nuk u tërhoq, por mbajti ndezur pasionin e tij për artin skenik. Në Shqipëri më shumë se për rolet që ka realizuar në kohën e rinis, njihet nga serialet grek, ku interpreton personazhin e një emigranti shqiptar. Fati një artisti për te kufirit dhe ëndra e përmbushur e Aleksandër Rapit. Gjithçka për të ka lindur në apartamentin numër 5 në Lagjen Muzaka të Beratit, ku loja teatrale e nxitur nga babai niste brenda mureve të shtëpisë dhe shkonte në grupin e lagjes e më pas përfundonte në skenë. Me një mësues të zotin, siç ishte Thoma Rapi, destinacioni i fatit duke i parashkruar me kohë. E shkeli skenën si aktor pa shkuar në shkollën e lartë, e pavarësisht kësaj, në ato vite mori një çmim disi të veçantë për kohën, laureant i Festivalit Teatror Amator të Beratit, ku kryetari jurie ishte Esato Ktrova, artist i popullit.
Ai kujton me nostalgji pikërisht dorëzimin e çmimit, kur ai i tha: "Kemi nevojë për talente dhe jo për biografi", sepse pikërisht ishte frika e ngulitur e diktaturës që i ndryste brenda ëndrat e mëdha Aleksandrit. Kështu realizua një ëndër familjare që njëri nga 3 fëmijët e Thoma Rapit, siç i takonte, të bëhej aktor me shkollë. Është një kënaqësi për mua që më jep këtë lloj mundësira që të punoj në teatrin dhe në filmin, televizionin grek.